Mirëmbrëma, e mirë se vini në War Report. Do t'jeni me mua Sali Doçen për gjatë minutave në vijim për të parë më gjërësisht zhvillimet të cilat po ridimensionojnë lindjen e mesme, me frikën e ajatollave për rënjën e një regjimi dhe me rrugët e Teheranit, të cilët janë përgjakur nga protestuesit e vrarë. Në orët e fundit ka pasur zhvillime dinamike edhe sa i përket qasjes diplomatike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me presidentin amerikan Donald Trump që ka sfiduar Teheranin, teksa ky fundit i ka thënë mos u përfshin çështjet brendshme të vendit tonë. Kreu shtëpisë Bardhë bëri një status disa orë më parë në Truth Social, ku ju kërkoi qytetarëve iranian që të vijojnë protestat për të çliruar institucionet e tyre. Ruani emrat e të gjithë atyre që po ju vrasin dhe po abuzojnë me ju, ata do të paguajnë një çmim të madh. Kam anuluar të gjitha takimet me zyrtarët e lartë iranian dhe bisedimet diplomatike, të cilat po vrasin pikërisht këto protestues. Ndalni gjithçka që po bëni, ndihma amerikane është drejt rrugës për tek protestuesit iranian. Është kjo thirrja e presidentit amerikan Donald Trump, e cila me siguri nga Teherani në orët në vijim do të lexohet si një thirrje apo përfshirje në punët e tyre të brendshme, por dua të ndalem pikërisht te ky element i rëndësishëm, pasi Donald Trump thotë se ka ndalur bisedimet diplomatike me Iranin, duke sinjalizuar kështu një qasje e cila ndryshon nga administrata e Donald Trump me Caroline Leavitt, e cila deklaroi ditën e dieshme, zëdhënësja e shtëpisë Bardhë, kur tha se iranianët kanë tjetër qasje në publik, duke bërë si trima përballë Donald Trump, e nga ana tjetër kur bëhet fjalë për të pasur bisedime me administratën republikane, janë të heshtur e dëgjojnë udhëzimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Caroline Leavitt tha se Donald Trump nuk do të ngurojë të ndërmarrë sulme ushtarake dhe mesa duket diçka e tillë e la të nënkuptuar Trump edhe në fjalimin që mbajti vetëm disa minuta më parë, kur pyet nga gazetarët, por zgjodhi që të mos përgjigjej në mënyrë të drejtë për drejtë. Ka pasur një përshkallëzim të numrit viktimave, raportuan vetëm një ditë më parë 648 të vrarë për shkak të mungesës së internetit që nga dita e njëjtë. Numri i viktimave nuk mund të konfirmohet në kohë reale dhe të ketë informacione të sakta, por sipas raporteve më të fundit të raportuar nga Associated Press dhe mediat tjera ndërkombëtare, bëhet fjalë për të paktën 2000 protestues iranian të cilët janë vrarë në këtë protesta. Megjithatë, siç e thash edhe pak më parë, të dhënat janë tejet kritike për shkak se informacioni nuk mund të merret në kohë reale. Një analizë CBS News, media smirnjose amerikane, ka treguar se numri i viktimave mund të arrijë nga 12 deri në 18000 protestues të vrarë, ndërkohë që organizatat humanitare, të cilat bashkëpunojnë me Washingtonin, por edhe me vende të tjera perëndimore, kanë treguar për mbi 11.000 persona të arrestuar në këto demonstrata të dhunshme, ku regjimi i ajatollave ka detyruar veten të nxjerrë gardën revolucionare në rrugë për shkak të mos përballimit të këtyre protestave pikërisht nga policia e vendit. Është diskutuar shumë se çfarë do të bëjnë Shtetet e Bashkuara, ndërkohë që opsioni i një sulmi ushtarak duket më i mundshëm aktualisht me deklaratat më të fundit të Donald Trump. Një analizë e sjell nga media britanike dhe Telegraph ka sjell një tjetër perspektivë për atë se çfarë mund të ndodhë në lindjen e mesme me përfshirjen amerikane, duke sjell 4 skenare të ndryshme që mund vënë në veprim administratën e Donald Trump. Skenari i parë është goditjet simbolike, goditje këto të cilat mund që të ndikonin në mënyrë të menjëhershme tek regjimi i Iranit për ta friksuar atë, por që si qëllim kryesor do të kishin goditjen e objektiveve kryesore të lidhura me regjimin islamik dhe gjithashtu do të godisnin disa prej zonave ku ndodhen aktualisht policët e gardës revolucionare, të cilët po vrasin protestuesit e pafajshëm. Një tjetër opsion sipas The Telegraph lidhet me mundësinë e një fushate bombardimesh. Diçka e tillë do të nuk kuptonte se Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një periudhë të caktuar kohore do të vijonin bombardimet e tyre ndaj Iranit me qëllimin kryesor shkaktimin e kaosit dhe për të sjellë kështu edhe një rrëzim të këtij regjimi. Ky skenar është konsideruar nga analistët ndërkombëtar dhe analistët ushtarak si një skenar i cili ka pak gjasa të ndodhë. Megjithatë, The Telegraph ka marrë në analizë të gjitha opsionet të cilat mund të jenë në tryezën e Donald Trump për të sjellë një ndryshim regjimi pikërisht në Iran për shkak të interesave të biznesit, por edhe për shkak të interesave për të stabilizuar situatën në lindjen e mesme. Skenari i tretë lidhet me vrasjen e Ayatollah Khameneit, një skenar i cili në duke do të dukej i pamundur për një ndërhyrje të drejtë për drejtë. Megjithatë, The Telegraph nuk e përjashton këtë mundësi, duke arsyetuar se ka përplasje brenda regjimit aktualisht në Iran, pasi presidenti i vendit i ka kërkuar liderit suprem të Iranit në mënyrë të nënkuptuar se ndoshta është koha që të rriqen nga vrasja
protestuesve dhe të arrijë një politikë të jashtme e cila do të garantonte shitjen e naftës vendit me synim kryesor për të ringjallur ekonominë dhe në të njëjtën kohë të kenë marrëdhënie të balancuara me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të lejuar vijimin e këtij regjimi. Skenari 4 i paraqitur nga media britanike dhe Telegraph lidhet me sulmet kibernetike të cilat i raportuam edhe një ditë më parë. Diçka e tillë do të përfshinte edhe Elon Musk në lojë, pasi do të sillte vendosjen e satelitëve Starlink për të dhënë mundësinë qytetarëve iranian që të kishin informacione të drejtë për drejta dhe të shpërndanin gjithçka që po ndodhte, duke sjellë kështu një pasqyrim real e të drejtë të situatës së protestave në Iran, që duhet thënë se që nga revolucioni islamik nuk janë protestat e para, por duhet thënë se janë protestat cilat kanë lënë më së shumti viktima sipas raportimeve të deritanishme. Ishte ky një briefing shumë i shkurtër për situatën në Iran, për cilën do të ndalemi për të diskutuar si tematika kryesore e programit mbrëmjen e sotme. Do të zhvendosemi me informacione të tjera për të folur tashmë për konfliktin në Europën lindore mes Ukrainës e Rusisë. Të paktën 4 persona janë vrarë në Kharkiv dhe 6 të tjerë kanë mbetur të plagosur si pasojë e bombardimeve të kryera nga Rusia nëpërmjet raketave dhe dronëve në zonat ku jetojnë civilët e pafajshëm. Sulmi ka prekur edhe një spital sanatorium të fëmijëve, i cili është goditur nga raketat e Kremlinit vetëm rreth 30 kilometra larg kufirit me Moskën. E thash edhe pak më parë, janë 4 të vrarë dhe 6 persona të plagosur, ndërkohë që kjo video e publikuar nga autoritetet ukrainase tregon edhe ekipet e emergjencave civile në terren duke luftuar me kohën për të nxjerrë sa më shumë të mbijetuar në ndërtesat e shkatruara. Ndërkohë, Rusia vion me strategjinë e saj për të shtuar trupat ushtarak në frontin e betejës. Të dhënat më të fundit të konfirmuara nga mediat ndërkombëtare kanë treguar vimësinë e rekrutimit të afrikanëve për të dërguar ata në front, por për shkak të vështirësive gjusore dhe për shkak të problematikave të tjera logjistike të përgatitjes së tyre, afrikanët po përdoren si karrem për trupat ukrainase për të kryer shpërthime me eksploziv apo për të kryer ato që njihen si vetësulme kamikaze për të shkaktuar shpërthime pranë vijës frontit, për të rrequr vëmendjen e ushtarëve ukrainez dhe për të kuptuar më shumë rreth pozicioneve të Kievit në frontin aktual të betejës. Është kjo një tjetër dëshmi e makabritetit të Moskës sa i përket dëshirës dhe limiteve që nuk i njeh ajo për të avancuar në frontin e betejës, duke përdorur kështu edhe shtetas të huaj të cilët janë përfshirë në konflikt dhe nuk do të ishte hera e parë. Kemi shansin apo të dokumentuar në fakt me fakte reale atë se çfarë ka ndodhur me ushtarët e Koreas së Veriut, të cilët janë dërguar si dhuratë nga Kim Jong-un për Vladimir Putin në mënyrë që të mund të avancojë në frontin e betejës. Ndërkohë, javën tjetër pritet një ngjarje e rëndësishme diplomatike, por gjithashtu edhe e biznesit. Do të mbahet forumi i Davosit, atje ku vetë Donald Trump do të jetë i pranishëm përballë liderëve europianë, ku një ndër tematikat kryesore do të jetë padyshim Ukraina. Liderët e Bashkimit Evropian, sipas një dokumentit publikuar nga Financial Times, do të kërkojnë presion maksimal ndaj administratës Trump për të qenë e qartë mbi garancitë e sigurisë që do të ofrojë për Ukrainën. Liderët e Francës, Italisë, Gjermanisë, por edhe të Belgjikës dhe Holandës do të kërkojnë një qasje të drejtë për drejtë të administratës Donald Trump, duke vënë pikat mbi i se çfarë garancish sigurie do të ofronte Washingtoni në rast të arritje të një marrëveshje që do të jepte fund konfliktit në Europën lindore, në atë që është kthyer lufta më e ashpër në kontinentin tonë, që prej luftës së dytë botërore. Ndërkohë, Franca është shumë e angazhuar për të përplasur Donald Trump pas përplasjeve mes dy presidentëve dhe inateve të vjetra mes tyre. Media britanike dhe Telegraph, Sky News, por edhe media të tjera ndërkombëtare kanë raportuar se presidenti francez Emmanuel Macron ka shtuar presionin mbi Ukrainën që të mos përdor paratë e huadhënies nga Bashkimi Evropian në një kuotë prej 90 miliardë dollarësh për të blerë armë nga Washingtoni. Macron arsyeton se paratë europiane do duhet përdoren për të blerë armë nga industria e armatimeve europiane, diçka e cila mund të ndihmojë ekonominë e bllokut 27 antarësh, por në të njëjtën kohë mund të revitalizojë industrinë e tyre të mbrojtjes, duke rritur presionin për prodhim në një kohë kur Gjermania po përballet me dëshirën e madhe për të riedzuar industrinë e saj të armatimeve, e në të njëjtën kohë diçka të tillë e kanë bërë edhe vendet të tjera europiane. Por teksa Franca ka këtë kërkesë, vetë Berlini zyrtar dhe Holanda thotë se është një kërkesë e palogjikshme, pasi vështirësitë të cilat po përballet Kievi aktualisht nuk mundet që të kenë, le të themi, një dinamik tjetër.
Do të ndalemi një zhvillim të minutave të fundit, sa i përket aratisjes që është bërë ditën e sotme, bëhet fjalë për Altin Docin, është ky momenti teksa ai aratiset pikërisht nga qendra spitalore ku kishte shkuar për të marrë edhe ndihmë mjekësore. Janë këto pamjet e sjella për herë të parë që tregojnë edhe momentin e aratisjes së tij, pamjet të cilat ABC News i zotron. Ndjekim pikërisht momentin e aratisjes tij, teksa janë pikërisht efektivët e ndjekin nga pas, është aratisur pikërisht pasi shkoi tek spitali për të vizituar një si pjesë e grupit kriminal Çopjave të Elbasanit dhe ishte akuzuar nga SPAK për 4 vrasje në Durrës, përfshirë edhe ekzekutimin e vëllezërve Besmir dhe Viktor Haxhia. Është pikërisht ky momenti i cili tregohet edhe aratisja e tij nga spitali i Elbasanit, janë pikërisht to pamjet e drejtë për drejta që i Durrësit që tregon pikërisht edhe momentin e aratisjes. Mirë, ishte ky një zhvillim i minutës fundit sa i përket ngjarjes kryesore të ditës në vend, pikërisht aratisja e Altin Docit nga qendra spitalore në Durrës, i shoqëruar nga efektivët e policisë për një kontroll mjekësor. Rikthehemi tek informacionet në program për të folur tashmë për një tjetër informacion i cili do të jetë raporti i fundit që do të sjellim në Magic Wall sa i përket zhvillimeve kryesore të ditës. Pavarësisht pushimit të arritur në rripin e Gazës, Agjencia e Organizatës Kombeve të Bashkuara për fëmijët ka deklaruar se që nga arritja e këtij armëpushimi të brisht, mbi 100 fëmijë janë vrarë në rripin e Gazës si pasojë e sulmeve të vazhdueshme të kryera nga Izraeli. Agjencia e Organizatës Kombeve të Bashkuara thotë se sulmet izraelite ndaj civilëve palestinezë kanë vijuar duke prekur kështu edhe fëmijët e pafajshëm. Ishte ky një briefing i qartë i situatës dhe mbi të gjitha zhvillimet e fundit sa i përket konflikteve më të nxehta globale. Siç e thash në nisje të programit, fokusi do të mbetet tek Irani, zhvillimet më të fundit dhe një përfshirje e Donald Trump, e cila po tregon më së shumti se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dëshmë të qartë skenarin që do të zgjedhin për të ndëshkuar regjimin e ajatollave dhe kjo do të përfshinte ndoshta një sulm ushtarak. Të gjitha këto me njëherë vetëm pas siglës. Rikthehemi në program, bashkohen mbrëmjen e sotme profesori asociuar doktori i shkencave të sigurisë zoti Xhavi Çala. Zoti Çala, mirëmbrëma, faleminderit që jeni në War Report. Ndërkohë së bashku me mua është edhe kolonel Sami Neziri. Kolonel, mirëmbrëma. Kolonel, kemi një situatë vështirë e cila duket se po tregon krizat më të mëdha për rënien e regjimit të Iranit, analizuar kështu nga mediat ndërkombëtare dhe për faktin se kësaj here kemi një përfshirje në dukje të drejtë për drejtë Shteteve të Bashkuara. Donald Trump i thotë iranianëve dilni në protesta, e vjoni rezistencën tuaj për të çliruar institucionet, por në të njëjtën kohë thotë se ndihma është rrugës. Kreu Shtëpisë Bardhë njoftoi gjithashtu se ka ndërprerë tërësisht komunikimet diplomatike me Iranin për këtë çështje, duke sinjalizuar kështu se Shtetet e Bashkuara mund të kenë gati një vendim për ndërhyrje ushtarake. Pritet ndodh diçka së shpejti? Kjo është një përgjigje tipike e zotit Trump. Unë jam i bindur që është brifuar edhe për opsionet ushtarake, natyrisht. Por nisur nga zhvillimet në terren, sa i përket paktën në terma afat shkurtër në këto ditë, nuk është se pritet në një ndërhyrje, le të themi si e qershorit të vitit kaluar. Sepse ajo do të kërkonte kohë dhe do të eskalonte situatën shumë më shpejt. Unë besoj që do përdoren në mënyrë graduale disa masa dhe kryesisht besoj që do përdoret një operacion hibrid, si thuash, do përdoren sulme kibernetike për të ndërprerë komunikimin e zinxhirit komandimit të Iranit dhe kryesisht të forcave të sigurisë, pra për të krijuar vështirësi në komunikim.
mund të ketë shtërëngim më tej të sanksioneve ekonomike. E tha Donald Trump, 25%. Po, 25% tarifat të shteteve që do bëjë tregtim me Iranin. Dhe ishte interesante se si në fakt ky shtet përveç naftës që është shteti i njohur dhe arit pra Floririt, ishte një ndër eksportuesit më të rëndësishëm të pistakios. Të besoj që Irani është situatë vështirë ekonomike dhe kjo do ta vështirësojë edhe më shumë. Kështu që deklarata e Trump duhet parë edhe në sensin që do që të jap zemër dhe protestuesve. Pra, është një mesazh për protestuesit që ne tani jemi me ju. Dhe pikërisht edhe thirrja që u bën protestuesve është e tillë. Pra, është për t'u ngritur moralin që ato të vazhdojnë. Sepse ka patur edhe protesta edhe më përpara në Iran, ka patur goxha protestat më dha dhe të 2020-s kanë zgjatur me muaj, por rezultati nuk ka qenë ai që pritej, pra ka arritur që t'i shtyp Irani protestat. Pavarësisht se kishin tematik tjetër në atë kohë, por ishin për liritë dhe drejtat e grave. Ndërsa tani nisi si diçka ekonomike dhe u kthye në kërkesa politike. Por shkurtimisht është kjo që në ditët në vijim ne mund të presim një ndërhyrje më shumë hibride të amerikanëve, pra të Shtetet Bashkuara të Amerikës, se sa një opsion ushtarak. Opsioni ushtarak në kuptimin klasik përjashtohet, nuk besoj se do ketë një ndërhyrje me trupa, sepse kemi edhe përvojat e vendeve tjera që nuk është... Gjësat më të mëdha janë të një sulmi ajror, sipas raportit. Goditje me fjalë sulmi ajror, ka mundësi që të përfshihen edhe Izraeli, dhe kjo do ta eskalonte situatën më shumë edhe në rajon, natyrisht. Dhe Irani është përgjigjur që mund të atëherë nuk do njohë më, edhe ai nuk do njohë më kufi, do godasi objektivet amerikanë që janë në rajon edhe Izraelin. Por, natyrisht që kjo është retorik e Iranit, dihen kapacitetet që ka Irani, dihen edhe ato distancat, që ai sa mund të arrijë, dhe natyrisht nuk është se do mund të bëjnë një gjë shumë të madhe. Por, kjo është, në ditët në vijim do pritet, pra do ketë një përshkallëzim të ndërhyrjes amerikane në situatën e. Ndërkohë, profesor Shala, kemi 2.000 protestues të vrarë sipas konfirmimit të BBC. CBS News thotë se për shkak të mungesës së të dhënave, ky numër mund të jetë nga 12.000 deri në 20.000 persona të vrarë, civilë cilët kanë dalë në rrugë të ndryshme të qyteteve për të protestuar kundër këtij regjimi. Çfarë tregojnë këto shifra? Çfarë tregojnë për gjendjen e regjimit? Çfarë tregojnë për atë çfarë e pret e nesërmja Iranin dhe mbi të gjitha për situatën atje? Në fakt shifrat janë duke patur parasysh këtë mbyllje që i bëri regjimi, pra heqjen e internetit dhe mundësitë e komunikimit të qytetarëve njëri me tjetrin, por edhe për mundësitë për të dhënë informacion jashtë vendit, e ka kufizuar pak informacionin që ka na bën që edhe në analizat mos jemi shumë të jemi edhe ne duke marrë parasysh këtë nivel informacioni që ka për të bërë analiza. Sipas burimeve të opozitës iraniane, unë kam një burim që marrë informacione dhe bët fjalë për rreth deri dje për rreth 3.000 të vrarë. Pra opozita iraniane në komunikatat e saj nxjerr 3.000 të vrarë. Me të verifikuar me gjitha mundësitë që ata kanë, por që kanë mundësi sepse kanë kontaktet, kanë lidhet e tyre etj. Problemi është që në këtë situatë, pra e kryesorja është populli iranian e vrau frikën. Është hera parë pas revolucionit islamik që ka këtë kapacitet, këtë mënyrë reagimi. Dhe po të shohim edhe përsëri duke i ofruar po burimeve të opozitës iraniane, bëhet fjalë për 190 qytete të përhapura ku është përhap lëvizja, rreth 190 qytete, ndërkohë që në disa qytete kanë rënë në kontrollin e demonstruesve. Disa qytete bile bëhet fjalë edhe për lagjet e Teheranit, që kanë rënë në kontrollin, pra janë tërheq forcat e sigurisë. Kanë bërë vrasje, kanë bërë dhe nuk kanë lënë mjetet, kanë lënë ashtu dhe janë tërhequr. Pra situata është shumë ndezur aty. A mendoj që mund bjerë regjimi? Unë nuk mendoj se mund bjerë regjimi në këto rrethana, përderisa janë disa arsye cilat janë këto.
mund të themi. E para, derisa nuk ka një qarje brenda sistemit, pra nuk ka një qarje brenda regjimit, kjo do ta ndihmonte, do ta shpejtonte rënien e regjimit. Nga ana tjetër, shohim që opozita që është jashtë Iranit nuk është shumë e përfshirë direkt. Ndërkohë që atje nuk ka një bërthamë udhëheqëse, pra është thjesht një lëvizje popullore. Dhe për sa kohë që nuk ka një bërthamë udhëheqëse që do japi porosi që do menaxhojë situatën e tjerë, paktën deri tash informacionet deri tanishme është vështirë që të bjerë regjimi. Regjimi kur nuk ra kur 2 ditë e para që u bë sulmi amerikano-izraelit, është vështirë të bjerë atje, derisa nuk u destabilizua ato ditë, pra se këto regjime kështu bien, janë regjime të fuqishme, por që mund të marrin një krizë dhe bien menjëherë. Ata kaluan atë situatë, në situatën kur u bën bombardimet. Edhe në këtë situatë mendoj që ata mund ta kalojnë dhe mënyra më e mirë që është ndikimi që po bën presidenti Trump duke i nxitur në ndikimin e tij apo presionin e tij në 2 fusha. E para duke kërkuar identifikimin e personave që po ushtrojnë dhunë për bëjnë vrasje, dhe për këta persona për të bërë që nesër do japin llogari, pra duke aktivizuar edhe forume ndërkombëtare, gjykata e tjerë, dhe nga ana tjetër duke i kërcënuar direkt përfaqësuesit e regjimit, pra kush do marrë përgjegjësi, kush do merret në këtë. Pra duke i dhënë mundësi edhe qytetarëve, duke i frymëzuar për identifikimin e ushtruesve të dhunës, por edhe duke dhënë mesazhin edhe personave të cilët po ushtrojnë dhunë, më shumë bëhet fjalë për vrasje, sepse dhuna nëpër këto aktivitete dihet se është. Ka opsione të ndryshme, nëse kjo situatë do të vazhdojë dhe kjo do të duket shumë në këto 3-4 ditët në vazhdim. Pra mas këtij mesazhi të Trumpit që është i mirëpritur, nuk mendoj se mund të jetë i mirëpritur një mesazh nga Izraeli, apo qoftë edhe një përfshirje Izraeli. Një përfshirje Izraeli do të japi pikë regjimit më shumë. Izraeli mund përfshihet në situatë destabilizimi siç u përfshi në rastin e Sirisë, domethënë për të goditur pastaj për të neutralizuar rezervat e armatimit, raketat e tjera. Kurse çdo përfshirje e tij në këtë situatë nuk e ndihmon fare lëvizjen e protestave, përkundër se jep pikë regjimit që shikoni, domthonë edhe justifikon që një pjesë argumente janë që janë lëvizjet që financohen nga amerikanët dhe izraelitët, domethënë lëvizjet terroriste që financohen nga këta. Një përfshirje e Izraelit do ta justifikonte këtë propagandë. Pra një përfshirje do të ishte në dëm të lëvizjes edhe Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara dhe Europa duhet ta kuptojnë që gjëja më e mirë për regjimin iranian është të nxitet lëvizja nga brenda. Çdo lëvizje nga jashtë, çdo qoftë edhe sulmet. Sulmet mund të ishin simbolike, sulmet qoftë edhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të ishin ndaj institucioneve që po ushtrojnë dhunë, sidomos Gardës Revolucionare. Goditja Gardës Revolucionare do ishte e mirëpritur. Për shembull do të ndikonte në opinion. Pra Shtetet Bashkuara janë për krah popullit, por për të ndëshkuar këtë ushtrues dhune. Ndërsa pastaj ato tjerat janë probleme që lidhen me nuk është se nuk kanë marrë masa sigurie, edhe ata nuk mund të arrihet të goditet lideri. Por këtu problemi është hapja e problemeve brenda sistemit. Nëse hapet brenda, ka një të qarë, merr një të qarë, pra pushteti fetar, sidomos me Gardën e Revolucionare, se ndodhem në një situatë që mund të bëjmë edhe një paralele me Egjiptin në të kohë, pra që ushtria filloi të distancohet dhe ju kundërvua regjimit, po e themi atij regjimit fetar që ishte vllazëria muslimane që fitoi, kishte një konotacion fetar. Pra, kështu edhe në këtë rast do të synohet, nëse krijohet kjo përçarja, kjo lëvizja, kjo Garda Revolucionare, nëse kjo do të tërhiqej, atëherë regjimi mund të rrezikonte të binte. Pra të binte leadershipi fetar, jo regjimin mund ta marrë Garda Revolucionare pastaj. Sepse mund të jetë edhe varianti që domethënë të bjerë leadershipi po të ruhet regjimi. Se është problem pastaj çështjet e stabilitetit ose në prag destabiliteti. Pra problemi është çfarë situate do ketë problematika shumë më të mëdha pastaj.
në gjithë vendin. Ndërkohë, kolonel Neziri, flasim për situatë të vështirë, flasim për Iranin i cili ka angazhuar Gardën Revolucionare Islamike për të vrarë protestuesit, e thënë kështu në mënyrë të drejtë për drejtë. A ka shenja dezertimi nga ana e policisë, nga këto trupa, nga Garda? Si që theksua edhe nga profesori, kontakti drejt për drejt nga brenda Iranit mungon për arsye sepse janë interneti është ndërprerë, shërbimet celulare, gjitha këto, por mediat spekulojnë në fakt se ka rastet të dezertimeve. Pra, ka media caktuar që spekulojnë që ka, por nuk janë të pa verifikueshme. Nga ana tjetër kemi Mund të jetë ky dezertim me bekimin e Amerikës, dua të sjell këtu spekulime që u bën edhe për Venezuelën, ku kishte pasur dezertorë dhe atje, kishte pasur njerëz tradhtar që i kishin dhënë këto informacione Shteteve të Bashkuara. Shiko, kur në regjimet totalitare shenja që ato bien është pikërisht kur kriset besimi i forcave të sigurisë. Pra nëse forcat e sigurisë e kuptojnë që regjimi nuk ka rrugdalje, atëherë ato bëhen kthehen me protestuesit dhe fillojnë ose dezertojnë ose kthehen me protestuesit sepse do fillojnë të mendojnë për vete. Tani në këtë rast ne kemi thirrje nga presidenti Trump për protestuesit. Pra i inkurajon që të vazhdojnë, i inkurajon që të mbajnë shënim se kush kryen krime, dhe kjo është shumë e rëndësishme për forcat e sigurisë. Sepse një ditë do japin llogari. Kështu që ka, si thash, ka shenja që mund të ketë, por jo në atë shkallë sa t'jenë masive, sepse ka patur të vrarë, por ai numri i vrarëve që jepet, natyrisht që ka edhe nga krahu i forcave të sigurisë. Po, flitet për të vrarë edhe nga dy numri që flitet për të vrarë, natyrisht një përqindje atje është edhe nga forcat e sigurisë, që do të thotë që ato janë ende duke kryer atë detyrë për cilën i ka ngarkuar regjimi. Mirë, përpara se të mbyllim këtë pjesë të parë, do dua të ndalem në një informacion të minutës së fundit, si pasojë raportimeve të bëra në mediat ndërkombëtare. Franca, Japonia, Kina, Irlanda, Tajvani, Singapori, Anglia, Mbretëria e Bashkuar, Zelanda e Re dhe Gjermania kanë urdhëruar me urgjencë qytetarët e tyre të largohen menjëherë nga Irani për shkak të situatës dhe krizës së sigurisë së tij, shkaktuar pikërisht nga protestat të cilat kanë përfshirë vendin që nga 28 dhjetori, protesta këto me sfond ekonomik nga qytetarët të cilët u ankuan për koston e jetesës dhe vijuan më pas se u përhapën në më shumë se 190 qytete. Do të rikthehemi pas pak për të diskutuar zhvillimet më të fundit në Iran. Rikthehemi në program ku po diskutojmë zhvillimet më të fundit sa i përket Iranit, mbi 2000 vrarë nga mediat ndërkombëtare janë raportuar për gjatë ditës së sotme me një numër i fataliteteve i cili eskalon nga momenti në moment, ndërkohë që analizat tjera të mediave ndërkombëtare flasin për nga 12.000 deri në 20.000 protestues të vrarë. Shifra këto ende të pakonfirmuara për shkak të mungesës së informacionit të drejtë për drejtë nga terreni, për shkak të mungesës së burimeve dhe mbi gjitha të internetit ku mund të shpërndahen të gjitha këto të dhëna. Profesor Shala e thatë dhe pak më herët, jemi shumë herët për të folur për një rënje regjimi, por jemi fiks në kohën për të folur për iranianë cilët e vran frikën e tyre, janë sot në protesta, janë sot në rrugë dhe ndoshta në disa prej protestave më të rëndësishme duhet thënë që prej 79-s. Ka pasur edhe spekulime sa i përket se çfarë mund të ndodhë me Iranin, kush janë skenarët më të mundshëm në rast të rrëzimit të një regjimi. Pra desha të them për lajmin që anoncuat që disa shtete kanë kërkuar që qytetarët e tyre të largohen. Fakti që ata kërkojnë do të thotë se kanë informacione për rëndimin e situatës. Pra pritet të ketë një rëndim situatës dhe ata duan të tërheqin qytetarët e tyre dhe kanë edhe detyrimin bile për të tërhequr qytetarët e tyre. Lidhur me skenaret, mendoj që ka skenar të ndryshëm. Ju përmendët disa skenar që i cituat disa skenar nga The Telegraph, por mendoj që skenaret janë të ndryshme në këtë që mund të themi. Një nga këto është nëse që situata të tejkalohet, kështu siç është, me pak dhimbje të sfumohen demonstratat dhe tejkalohet situata. Siç ndodhi me rastet edhe me atë vajzën
Masa 2022. Po, 2022. Pra mund të kalot. Një variant që është në këndvështrimin tim. Nuk ka pasur kaq vrarë për masa. Jo. Nuk ka pas. Tashi ka marrë për masa tjera dhe duke qenë se ka marrë për masa tjera dhe unë jo për qëllim e thashë kanë vrarë frikën, edhe tashme duket që edhe nga forcat e sigurisë ka një farë tërheqje. Janë tërhequr nga disa rajone ata, nga disa bile edhe në lagjet e Teheranit. Pra kanë braktisur për mbrojtur edhe veten e tyre, kanë braktisur mjetet e policisë e tjera, pra edhe forcat sidomos forcat policore, sepse përplasja para është me forcat e rendit, nuk është me gardën e revolucionare. Garda është skalion tjetër, është pasaj për masa më të dhunshme. Po kështu renditja është që njëherë me policinë lokale, dhe kështu janë tërheq shumë nga këto. Kjo është një mesazh edhe për forcat e sigurisë që në fund fare nesër mund t'japi llogari dikush për numrin e të vrarë apo për vrasin, apo sot megjithëse informacioni mund të mos jetë dhënë nëpërmjet internetit, sepse s'ka patur lidhje, po filmime, çdo qytetar atje ka një smartphone dhe dokumentohen shumë gjërat pra. Pra, një variant është mbetet kështu, një variant tjetër është një skenar tjetër, po themi se në fund fare në gjeopolitik bën skenare, mund të duket si abuzime, po mbas disa fakte mund bën skenare. Një skenar tjetër mund të jetë që të ketë një krizë brenda regjimit, pra ndarje midis leadershipit fetar dhe ati politik. Dhe këtij ushtarak më shumë, dhe unë përdora shembullin krahasimin me Egjiptin. Pra atje leadershipi në Egjipt, leadershipi ushtarak u nda nga leadershipi politik fetar dhe mori pushtetin, bëri gru shtetit dhe mori ai që është sot Al-Sisi, në këtë formë erdhi në pushtet. Pra edhe një model i tillë mund të jetë që kështu mund ta marrë edhe garda revolucionare. Pra të kaloj vetë në krye, garda revolucionare është një faktor shumë i fuqishëm atje, është faktor ideologjik, sepse ata janë herojët e revolucionit, kështu kanë quajtur veten e tyre, janë faktor ekonomik, sepse kanë si gardë kanë mbështetje shumë të madhe në shumë biznese. Pra, në shumë biznese që ndikon edhe në pasuritë ekonomike të tyre, por edhe janë edhe në aspektin politik janë në shumë momente këta kanë qenë më shumë se sa ushtria dhe më shumë se sa policia në aspektin e ndikimeve. Kemi parasysh domthonjë që nga Kasem Sulejmani që vra autoritetet e larta të këtyre drejtorëve, të cilët ndikonin shumë dhe kishin një ndikim të jashtëzakonshëm në veprimtarinë jashtë të Iranit. Ka skenar tjetër që mund të çojë në një destabilitet. Pra forcat e sigurisë tërhiqen, mund të krijohet një destabilitet që do ishte një skenar i dhimbshëm, sepse mund të shkaktonte probleme pastaj në linjën e mesme. Cilat mund të ishin këto probleme? E para, pakicat mund të pretendonin, mund të riorganizoheshin dhe mund të kërkonin status të veçantë, duke filluar që nga balukët, nga kurdët e tjerë. Pra mund të shfrytëzojë kjo situatë. Do ta kemi parasysh që nga gjithë shtetet e rajonit, edhe sidomos shtetet e rajonit, nuk kanë interes askush që Irani të përjashtoj Izraelin, nuk kanë interes që Irani të destabilizohet, por nuk kanë interes as një Iran demokratik. Një Iran demokratik do të kthejë një pasqyrë tjetër në linjën e mesme dhe mund të rivalizonte disa nga fuqitë rajonale. Pra nuk duan as një Iran shumë të fuqishëm, po as një Iran të destabilizuar. Pra duan të jetë një Iran i dobët. Në këtë mënyrë Irani, duke qenë i dobët, nuk do të ketë mundësi të luajë atë rol që luajti pra nëpërmjet këtyre milicive apo nëpërmjet sidomos në raport me Izraelin, por edhe me fuqitë me shtetet tjera. Pra mund të themi që ka opsione të ndryshme. Sot pritej që presidenti Trump i paraqiteshin disa opsione për mënyrën e veprimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Paktën kështu u dha në lajme dje dhe partije që për datën 13 sot ai priste një sugjerime që disa nga këto sugjerime ne edhe i trajtuam, edhe koloneli trajtoi këtu, disa nga këto mund të merren seriozisht në konsiderat. Pra që nga goditja e forcave të gardës revolucionare, sidomos në fillim do të ishte me shumë interes në këndveshtrimin tim
ajo kërkesë që tha presidenti Trump që mund t'i kërkonte Elon Muskut për Starlinkun, për ta kthyer. Pse? Sepse kjo do t'i jepi mundësi edhe botës perëndimore të Shtetit Bashkuar për të komunikuar me demonstruesin, pra sepse kjo pastaj do të ishte pjesë e një lufte hibride që po zhvillojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër sulmet kibernetike, nga ana tjetër goditjet e pjesshme, goditjet kirurgjikale, pra ndaj njësive reparteve të forcave të Gardës Revolucionare, por edhe, pse jo, edhe titullarët e regjimit. I qartë, mirë, unë duat ndalem sërish në disa informacione të minutës së fundit, sa i përket situatës në Iran. Kemi Rusinë e cila reagon kundër kërcënimeve të presidentit amerikan Donald Trump për bombardime ndaj Teheranit nëse vrasja e protestuesve vijon. Moska zyrtare ka deklaruar se janë të pashembulta kërcënimet që Shtetet e Bashkuara po bëjnë dhe gjithashtu agresive kundër një shteti sovran. Të gjithë ata të cilët planifikojnë të përdorin fuqinë e tyre të jashtëzakonshme si le të themi pretekst për të goditur një shtet, po shkelin kështu në mënyrë të drejt për drejt edhe ligjin ndërkombëtar, ka thënë Ministria e Jashtme ruse, në një reagim të drejt për drejt. Ndërkohë Benjamin Netanyahu ka mbledhur kabinetin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare për të informuar për të gjitha zhvillimet e fundit dhe për mundësitë reale të rënjes së regjimit pikërisht në Iran. Ndërkohë dy diplomat ndërkombëtar, të cilët kanë cituar informacione të brendshme pranë inteligjencës amerikane, kanë raportuar për mediat ndërkombëtare, duke përfshirë këtu BBC, por edhe agjenci të tjera të zhvillimeve ndërkombëtare, se kanë informata se regjimi iranian nuk pritet të bjerë, të paktën në ditët në vijim, bazuar në të dhëna që vijnë pikërisht nëpërmjet burimeve të agjencive të inteligjencës ndërkombëtare nga brenda terrenit. Kolonel Neziri, ndalemi bashkë tek një qasje e cila u raportua sot në media. Presidenti i vendit, i cili ka një qasje duhet të thënë të cunguar politike, i zgjedhur pikërisht nga regjimi, i kërkon Ayatollahut që të mos ketë një përplasje të drejt për drejt me Shtetet e Bashkuara, të mbajë të hapura kanalet të komunikimit si e vetmja mënyrë për t'i dhënë një rigjallërim ekonomisë dhe një mundësi këtij regjimi që të mbjetojë. Ndërkohë Khamenei kërkon të tregojë le të themi forcën deklaratat publike, ndonse Amerika thotë se të tjera gjëra bëjnë kur flasim privatisht, të tjera veprimtari kanë kur bëhet fjalë për të pasur deklarata publike, për të pasur ndoshta një qëndrim të unifikuar që mund t'i mbrojë ata. A flasim sepse folëm për dezertimin, folëm për mundësinë e një krisje brenda këtij regjimi. Por çfarë po ndodh pikërisht me këtë udhëheqje? Pra është Khamenei i cili merr çdo vendim sa i përket edhe politikës së jashtme, qasjes dhe pse nuk ka asnjë lloj mundësie për të pasur ndoshta një diversifikim të qëndrimit të Iranit përballë këtij momenti kaq kritik? Shiko, lideri suprem ka gjitha pushtetet, në kuptimin e plot të fjalës. Fjala është pavarësisht se duket sikur është udhëheqës shpirtëror. Është në regjimet diktatoriale e tillë është. Por brenda kësaj ka një grup të moderuar, le të themi, pra nëse mund ta quajmë moderuar, që ka kohë, që ka kërkuar që të lehtësoj qëndrimin ose të ndryshoj qëndrimin, qasjen dhe Shtetet Bashkuara edhe ndaj rajonit, me qëllim që të hiqen sanksionet, sepse pikërisht janë ato që e kanë çuar Iranin në këtë situatë ekonomike, në kolaps ekonomik. Shtoj pastaj edhe atë të ngjarjeve të qershorit, me lufta 12 ditore, shpenzimet. Ajo që e komplikon më shumë, sepse një nga skenarët, se folëm dhe për skenarët, unë bi plotësisht dakord edhe me këto që tha profesori, por ajo që e komplikon situatën e skenarëve, ka plot skenarë të ngritur këto ditë nga analistë, nga media ndryshme, nga çështja e komplikon është që nuk ka një lider në terren. Protestat janë spontane, janë, si thuash, janë me atë metodën tradicionale që thjesht grumbullohen ka një orar dhe fillojnë protestat, por nuk ka një lider. Nuk ka një lider, nuk ka një program, nuk ka. Kështu që mundësia më e mirë është që pikërisht ky grupi moderuar mund të bëj pikërisht atë, mos themi puç ushtarak, po... Qartë, dhe një pyetje e fundit, pasi po lexoj disa zhvillime që tregojnë Axios, raporton se Steve Witkoff, për treguar ndoshta edhe një qendrim të Amerikës, ka takuar këtë fundjavë djalin e shahut të fundit të Iranit, që është në mërgim. Pahlavi, Reza Pahlavi.
Çfarë do të thotë diçka e tillë? Është një Shiko, sinjal i Amerikës? Shtetet e Bashkuara, tani problemi ky është për tek ajo opozita iraniane, që është jashtë Iranit, është e përqarë. Pra nuk kemi një opozit ose një faktor që bashkon opozitën. Dhe një nga këto faktorët është dhe Pehlavi. Mendohet që ky ka përqindjen më të madhe të mbështetësve. Pastaj është edhe Meku që ne kemi këtu në Shqipëri dhe në Francë. Por Shtetet e Bashkuara deri tani në fakt nuk kanë mbajtur asnjë qendrim zyrtar. Pra nuk janë shprehur për Pehlavin, për princin trashëgimtar të kurorës mërtore të Iranit, pavarësisht se ai është shprehur, ka marrë pjesë madje edhe në konferencën e sigurisë të Munihut të vitit kaluar, gjë që është diçka me fjalë për tu shënuar, por Shtetet e Bashkuara deri tani janë treguar të kujdesshme, nuk kanë treguar mbështetje, le të themi, nuk kanë treguar preferencë, por çështja është që duhet të ketë diçka. Sepse janë vizja underground që vjen nga administrata Trump apo jo? Me sa duket janë dhe underground përderisa raportohet dhe flitet. Po normal, po duket që ata edhe mund ta mendojnë si tillë, sepse edhe në një situatë kaosi nuk ishte bërë askujt. Pra një Iran në kaos do të jetë problem për gjithë linjën e mesme, pastaj mund të hap probleme gjithë ai armatim që ka, bëhet fjalë për material bërthamor etj. Pra duhet ndikuar që të fitojë demokracia apo të përmbyset regjimi, po jo të destabilizohet, se destabilizimi pastaj mund marrim atë rastin që unë kam përdorur edhe herë tjetër, rasti i Kadafit, domethënë u azhësua Kaddafi dhe ku përfundoi nuk u mor asnjë mas për post Kadaf dhe përfundoi Libia ajo që është sot, që minimalisht ka 3 qeveri dhe funksionon si fise, si ushtri private etj. Pra, kjo për Iranin do të ishte edhe për linjën mesme do ishte shumë problem për gjithë vendet e rajonit. Kjo problemi me pasardhësin e dinastisë është nuk është paktën nga informacionet që edhe disponohen, amerikanët si duhet kanë dashur që ta hedhin treg edhe atë edhe bëjnë mirë. Domethënë që dikush do t'japi një frymëzim për gjithë ata njerëz derisa s'ka një leadership atje në vend pra. Dhe nuk është mbështetur zyrtarisht. Witkofi derisa është takuar, paktën siç na tha, derisa është takuar Witkofi është mbështetje. Çështja është që Pehlavi është vetë ofruar, me fjalë. Gjithatë interesi administratës Trump është një element ata i mund të afrohet, po për shkak interesi administrata nuk e takon, nuk ka pse e takon. Nëse ka për shembull marrim rastin e Venezuelës, administrata Trump nuk u kontaktua fare me liderin e opozitës. Fare. Jo, nuk është kontaktuar, sepse lideri i opozitës kishte linja spanjolle etj. Pehlavi është qendrimi ndaj Izraelit edhe ka marrë edhe kjo ka dëmtuar më shumë Pehlavin. Tashmë do duket dhe megjithatë duket si një person i cili kthehet në skenë sa herë ka kriza në Iran. Po si njëri i cili mund të kësaj radhe ai ka deklaruar që do jetë nëse është vetë ofruar dhe thotë do jenë vetëm për 100 ditë. Pra për të shmangur pikërisht këtë efektin që ai ka. Kështu tha dhe Al-Shara kur erdhi në pushtet në Siri, po ka kaluar një vit tashmë. Mirë. Do të ndalemi një informacion sërish minutës fundit, bëhet fjalë për Associated Press, e cila ka raportuar se takimi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara në mbrëmjen e sotme mbi një çështje strategjike siç është Irani do të drejtohet nga zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance. Nuk do të ketë një drejtim të këtij takimi nga Donald Trump, i cili me sa duket është në udhtim. Është ky informacioni i fundit që vjen nga Associated Press, News Nation, por edhe CBS News. Janë këto raportimet e minutës fundit që tregojnë kështu edhe përgatitjen amerikane sa i përket fatit rajonit. Kolonel Neziri, profesor Shala, faleminderit që ishit mbrëmjen e sotme me mua në War Report. Kemi arritur në fund programit edhe për mbrëmjen e sotme. ABC News është adresa ku mund të informoheni në kohë reale për të gjitha zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni e bota, por sigurisht mund të na dëgjoni edhe në radio ABC 105 FM. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë natën e mirë.